أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Falënderojmë Allahun dhe xhelal salavatet selamet që dërgojmë Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Falënderojmë Allahun dhe xhelal për çdo nimet, mirësi që Allahu dhe xhelal na ka dhënë, më tepër për ata që musliman na ka bë. Duke lutur Allahun dhe xhelal që të na mundsojë me Islamin, të jetojmë për Islamin, të jetojmë dhe me Islamin jetën ta përfundojmë duke thënë la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ne vazhdojmë mësimet tona mbi librin ton që e kemi zgjedhur ta diskutojmë bashkërisht, një libër që diskutohet në përqarje të ndryshme akademike, Elamul Anam Sharh Bulugul Maram të hoxhës tonë Nuruddin Itër. Edhe ne jemi pikërisht ke një kapitull i ri që kemi nisë javën që shkoi. Edhe ai kapitull ka të bëjë me ato që çfarë prish abdesin. Ne folëm pak javën që shkoi se ajo hirja në temë se si është, edhe hoxha këtu e ka radhit prej haditheve të para, e ka radhit hadithin për cilën pejgamberi alayhis salatu wassalam i thotë gjumi e prish abdesin. Edhe ne e shpjegojmë se cili gjumi e prish abdesin, është në esencë gjumi që e prish abdesin, apo për arsye se njeriu nuk e kontrollon më vetveten për atë arsye prishet abdesi, e kështu me radhë. E folëm atë temë, tash jemi tek hadithi që transmetohet nga Aisha radhiyallahu ta'ala anha. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعد نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. Thot Aisha radiallahu ta'ala anha, edhe hadithin e kanë nxjerrë Imam Ahmedi edhe katër prej njerëzve që ne veç më i dim, ata ashabu sunan, ndërsa Imam Bukhariu ka konsideruar si hadith të dobët. Aisha radiallahu ta'ala anha tregon thot pejgamberi alayhis salatu wassalam i përqafonte, ose ma drejt me thanë, i puthte gratë e veta kur dilte për në xhami Resulullah sallallahu alaihi wasallam, edhe me atë abdes faleshte, nuk merrte abdes tjetër. Që neve na tregoje që prekja gruas, përqafimi i asaj, po edhe puthja e asaj, burrit nuk ja prish abdesin. Edhe kjo është qëndrimi i mezhebit ton Hanefi për këtë mesele. Ndërsa mezhebe tjera dallohen pe mezhebit Hanefi, kanë qëndrime të ndryshme në këtë çështje, thonë nëse përqafon ato me epsh, prishet abdesi, nëse e bën pa epsh, nuk prishet abdesi, e kështu me radhë ka shumë diskutime, mirë po për ne që neve na duhet ajo, se ne e folëm pak javën që shkoi këtë hadith shkurt, edhe tash për me hin temë, na duhet këtë hadith që të kuptojmë edhe hadithe tjera inshallahu ta'ala. Pra, mezhebi jon Hanefi thot, përderisa është burri i vet e puth gruan e vet, qoftë me epsh, qoftë pa epsh, përqafimi është i shkurt apo puthje normale, nuk e prish abdesin atij burri, lirisht mundon falet me ato, ashtu siç transmeton Aisha radiallahu ta'ala. Ndërsa mezhebe tjera kanë thënë nëse është me epsh, nëse është pa epsh, nëse është kështu, është e shkurt e gjatë, e kështu me radhë, mirë po mezhebi Hanefi nuk e ka këtë çështje. Ndërsa me një hadith tjetër nga Talq ibn Ali radiallahu anhu قال جاء رجل كأنه بدوي فقال يا رسول الله ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة قال وهل هو إلا مضغة منك أو بضعة منك. Erdhi njeri, thot Talq ibn Ali radiallahu ta'ala anhu, thot erdhi njeri te pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe dukeshte se është beduin. Që është beduini, se na përmenden shpesh. Beduinët janë ata që janë në qytetin e Medinës, pra njerëz të thjesht katunar, ne e thonë edhe selak, kështu të katundi që nuk e din bashkë qytetrimin se si është, nuk jetonin në Medinë, janë njerëz që jetojnë në periferit Medinës dhe zakonisht kanë jetu, beduinët kanë jetu me shatuara, pra nuk kanë pas një vend të caktuar në vendin ose vend banimin ku ata kanë banu. Këto janë beduinët që njihen në historinë e Islamit. Erdhi një njeri thotë edhe ai u dukte sikur është beduin, edhe i tha pejgamberi alayhis salatu wassalamit, "Ma tara fi rajulin massa dhakarahu fi salati", e pyeti o pejgamberi i Allahut, çfarë thua për atë njeri që gjatë namazit vete prekan organin e vet gjinital?
mesele që ndoshta herë e parë për ju që ndëgjoni. Pejgamberi alayhis salatu wassalam ju përgjigj atij në këtë formë. Wa hal huwa illa mudghatun minka aw bid'atun mink? I tha rapit pejgamberi alayhis salatu wassalam. Po ata që e ke prek ti çat organi gjinital, nuk është pjesë e jotja. Nuk është gjë tjetër përveç se është një pjesë e trupit tënd. Ky është hadithi i cilën e transmeton pesë pe ulemave ton prej ashabu sunan, edhe Ibn Hibani radiallahu ta'ala anhu, edhe Ibn Hibani ka thënë që është sahih si hadith, pra transmetimi i këtij hadithit është hadith sahih. Mirë po, tash të shohim çfarë kanë thënë ulemaja. Kemi edhe një hadith tjetër عن بصرة بن صفوان رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. Tash vjen një sahabie, një grua, që transmeton një hadith pejgamber alayhis salatu wasalam, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë, ai që e prek në organin e vet gjinital, ai duhet marrë abdes edhe një herë, se abdesi atij ka ra. Akhrajahu al-khamsa wa sahahu at-Tirmidhi wa Ibn Hibban. Edhe këtë hadithin e kanë nxjerr pesë prej hoxhallarëve të mëdhtë hadithit, edhe Ibn Hibani ka thënë edhe për këtë është hadith sahih. E tash, çfarë kemi ne këtu ose si ndahen mezhebet? Do të thotë dhahaba al-Hanafiyyah wa Ahmad fi riwayatin anna mass al-dhakari la yanqudu al-wudu wa dhalika al-mass wa kadhalika mass al-mar'ati farjaha amalan bi hadith al-mutlaq. Thot Hanefit edhe një rivajet, një transmetim për Imam Ahmedit radiallahu ta'ala anhu, qëndrojnë se nuk e prish abdesin, pa punojnë me hadithin e parë. Pa, a marrën hadith me sebi Hanefit e kjo mesele, po marrin hadith. Mirë po e marrin hadithin e parë, të cilën ne diskutuam pak më herët dhe përmendëm hadithin e pejgamberit alayhis salatu wassalam. E shash Hanefit edhe një rivajet, një transmetim ke Imam Ahmed ibn Hanbali radiallahu ta'ala. Ju e keni pa deri tash që Imam Ahmed ibn Hanbali ka më shumë se një mendim gati se si cilën mesele. Pra një mesele që vin ka një mendim kështu, Imam Ahmedi masandej ka një mendim kështu, edhe thuhet kjo se shkaku se ka ndru vendet. Po edhe Imam Shafiu gjem që ka më shumë se një mendim, për arsye se kur ka qenë mendime në Medinën e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, ka pas mendime tjera. Kur ka dalë në Egjipt ka marrë mendime tjera dhe ka bën një libër që e përshkruan edhe përkufizon mezhebin Shafi. Ndërsa mezhebi jon Hanefi është pak më specifik për mezhebeve tjera. Çfarë bën mezhebi jon Hanefi? Mezhebi jon Hanefi ka një institucion në veten brenda në mezheb që thuhet kjo është fetvaja e mezhebit. Nuk është ka thënë Ebu Hanifja, ka thënë Muhamedi ose Ebu Jusufi. Jo. Kënen mezhebin tonë është fetvaja në mezheb që kështu. E fetvan mezheb kush e bën një numër i madh i xhollarëve, ulemave të mezhebit ton Hanefi. Prandaj kur dikush tenton të marrë vetëm një mendim të Ebu Hanifes radiallahu ta'ala anhu, për një çështje të caktuar, meseleve të ndryshme që neve na paraqiten tash në për xhamatet tona, ne i themi ky nuk është qëndrimi i mezhebit Hanefi. Ky është mendimi i Ebu Hanifes radiallahu ta'ala anhu. Mirë po ajo që është dhënë fetva në mezhebin Hanefi është ky qëndrim. Prandaj, për ata është më i strukturuar mezhebi Hanefi. Ata që sjellin mezhebin Hanefi do thonë ja hoxha tash, ato të tjerët i hodh poshtë. Nuk i hedh poshtë. Vet ata e kanë thënë, strukturimi i mezhebit Hanefi ka ardhur prin kohën e hershme të përhapjes mezhebit Hanefi. Edhe vendosjen e ligjeve bazë që është usul fiqh, bazamenti i jurisprudencës islame. Ke bazamenti i jurisprudencës islame, mezhebi Hanefi nuk thot ka ardhur kjo çështje dhe ne e them këtë rregull. Jo, thot rregulli është ndërtuar mbi ajet kuranor ose mbi hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ose grup ulemash kanë diskutuar për ato dhe kanë sjellë si rregull ose sahabët kanë pas një vendim të atij, prandaj ka dalë si rregull në jurisprudencën islame. Se për ndryshe ne nuk e them ose qëndrojnë mezhebi Hanefi qëndron brenda rregullave. Mirë po xhumhuri ose pjesa më e madhe ulemave për këtë çështje thonë jo e prishën abdesin. Masandej janë ndalë mendime. Me prek me pjesën e poshtme të dorës apo me prek me pjesën e afërme të dorës. Me prek me epsh ose me prek pa epsh, edhe janë ndaj edhe një herë në disa mendime. Prandaj mbajeni mend, mezhebi jon Hanefi e konsideron organin gjenital, edhe pse është organi gjenital, edhe përse dikush mund të thotë ua çka ka bë, mirë po e konsideron hel huwa illa bid'atun mink, a është gjë tjetër ai organ gjenital përveç se një pjesë e trupit tënd? Po kuptohet nëse njëri edhe ata për çfarë flasën? Flasën për namaz duke qenë.
Pra nuk flasim një prekje që mundon njeriu të mendojë diçka tjetër, pra një prekje namazit që ndoshta e ka një vështirësi të caktuar për mu fal. Inson halli, pra teshat, vështirësia, lëvizjet, edhe ai është detyruar ta preke ato, prandaj Mesjebi Hanefin nuk e ka ngushtuar këtë çështje, ka thënë, duke punuar me hadithin e pejgamberit alayhis salatu wasallam. Pra jo me mendjen e njërit prej njerëzve, prandaj e kemi edhe e përmendëm hadithin e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Një mesele tjetër çash po na hapet neve, thot naqtul wudu'i bil qay'i wad dammi, prishja e abdesit nëpërmjet për shkak ose për arsye të vjelltit, edhe të gjakut. Ne dim që gjaku ke njash i papastër. Pra nëse del gishti gjak, kamba gjak, veshi gjak, hundët gjak, ku di unë, zot na ruaj, cili pi organeve që ti e shohesh gjakun, edhe tjetra edhe vjellti. Cili është ai vjellti? An Aisha radhiyallahu ta'ala anha an nabiy sallallahu alaihi wasallam qal من أصابه قي أو رعاف أو القرص أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. Thot Aisha radiallahu ta'ala anha ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ato që e kapën vjellti gjatë namazit. Si mund të jetë hoxha gjatë namazit me të kap vjellti? Ose ke marr abdes të e prit namazin, falish sunet. Po kur shkon njeriu në sejdë, ka disa njerëz që kanë do probleme shëndetësore, mjekësia i thot kapaku i lukthit nuk u mbillet. Edhe ai kur shkon në sejdë, fatkeqësisht i del vjellti. Thot Aisha radhiyallahu ta'ala, kush vjell ose ka rrjedhje gjakut ose ka rrjedhje të spermës pa kontroll, e kështu me radhë le ta prishe namazin e vet, le të shkojë, le të marrë abdes. Pra shife, këto gjëra mund ndodhin krejt brenda namaz. Krejt këto mund të ndodhin brenda namaz. Po çfarë ka ndodhur? E ka prish abdesin. Përderisa prish abdesin, namazi nuk mund plotësohet. Pra do të shkojë do të marrë abdes, shife si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Fel yabni ala salatihi", le të vazhdojë masande namazin e vet, le ta ndërtojë mbi namazin e vet. Pra për shembull, i ka bërë di recat namaz. Ne se bëjmë, ne njerëzit e zakonshëm se bëjmë. Amo kjo është rregulli. Për shembull ndodhen ditën recat prishet abdesi, shkon merr abdes, kthehet, vazhdon namazin që aty ku e ka lënë. Edhe pse mesebin tonë është me preferuar, ne do të vim do ta diskutojmë inshallah taala. Edhe pse është me preferuar ta nisë edhe një herë këtë pi fillimi se nuk e ka plotësuar namazin, nuk ka dhënë. Edhe si duhet dalim pe namazit, duhet dalim pe namazit vetëm duke dhënë selam. Pra nuk dilet pe namazit vetëm e prish abdesin, jo, do të japish selamu aleikum rahmetullah, selamu aleikum rahmetullah në krahun e majt, edhe masande largohesh, edhe shkon e përmirëson ose e plotëson abdesin. Edhe vazhdon namazin tënd. Akhrajahu Ibn Majah wa da'afahu Ahmad wa ghayruhu. Këtë hadith e ka nxjerrë Ibn Majah radhiyallahu ta'ala anhu, edhe pse Imam Ahmedi ka thënë se hadithi është hadith i dobët. An Anas radhiyallahu anhu an nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa fasalla wa lam yatawadda. Thot nga Anas radhiyallahu ta'ala anhu, pejgamberi alayhi salatu wasalami ka bëu hijame, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është fal, nuk ka marrë abdes. Hadithin e ka nxjerrë Darakutni, edhe pse ka thonë vetë Darakutni që është hadithi i dobët. Tash dikush mund thotë po mirë ose tash gjaku se prish ka abdesin. Kush e ka pa hijamja se si bëhet, e kupton që është sasi shumë e vogël e gjakut. Po mirë, po nuk ka një lloj hijame. Ajo hijamja me gjak, me nxjerr. Ka edhe hijame të thatë. Tu nuk specifikohet se pejgamberi alayhis salatu wasallam ka bëu hijame të thatë apo hijame me gjak. Nuk specifikon. Nuk e specifikon hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam çfarë lloj hijame ka. Çfarë kemi për këtyre di haditheve që I përmendëm? E kemi që المذهب حنفي وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه ينقض الوضوء بالنجس إذا خرج من غير سبيلين كالكي والدم والصديد. Hanefit edhe Hanbelit kanë shku në drejtim duke marrë hadithin e parë që përmendëm pak më herët, që nëse njeriu t'i del jashtë di rrugëve tjera që e prishin abdesin. Kemi thënë për rrugët tjera, po, nga del nevoja e madhe dhe nga del nevoja e vogël. Këto janë di rrugët ku e prishin abdesin e njeri që ka marrë abdes. Thot nëse diçka del jashtë këtyre di rrugëve, prej gjakut, prej vjelltit, ose prej qelbit, mirë po që rrjedhin, krejt kanë fuqinë e rrjedhjes. Do me thanë, nëse ti del një pik gjaku që tu, për arsye që ke pas
një drekës, një sent, një kok, një gjam. Edhe e ke largu ato me dashje apo pa dashje, mirë po gjaku ka qenë i kufizum qati, nuk ka rjedh, nuk ka pas forcën e rjedhjes. Mbajeni mend këtë, se kjo mesele do duhet shumë. Nesër fëmijët ose dikush tjetër ose njerëzit që i shohin, thotë ej, po ç'shtuve nuk e di ama prish abdesja jo. Vetëm shikoje, nëse ka pas gjaku forcën e rjedhjes, ç'i bjen, duhet ta kaloje një rrugë pra. Bëhet më shumë se sa është, se për shembull, këtu është plaga, edhe ti e ke nxjerrë atë plagën. Mirë po ajo nuk ka dalë, ka ngel çati, nuk ka pas forcën e rjedhjes, nuk është prish abdesi. Ke ne abdesi që prishet, qoftë prej gjakut ose prej qelbit, që ka fuqinë e rjedhjes. Nëse nuk e ka fuqinë e rjedhjes, nuk e prish ai abdesi. Po nuk është vetë ne kjo, është edhe te mezhebi Hambeli, te Imam Ahmedi radiallahu ta'ala anhu. Përse kështu? Se kjo është transmetuar nga Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala, nga Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhu, wa Sa'id ibn Musayyib radiallahu, wa ghayruhum, edhe shumë prej tjerëve prej sahabëve. Ata kujtojmë një mesele tona që e kemi kujtuar më herët. Përse ne i përmendim këtë një herë këto sahabi? Se këta i kanë pa tabiinat. Mezhebi jon Hanefi janë taku, domethënë Abu Hanifja është taku me njerëzit që kanë qenë kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Veprimi atyre praktik për ne rregull. Pra nëse Abdullah ibn Abbasi, Sa'id ibn Musayyibi ose Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhu e kanë konsideruar gjakun, vjelltin, qelbin që të prishjet abdesit, ne thona vepra atine është më shumë se hadithi. I hadithi kësaj për shembull në këtë rast i hadithi njërit prej sahabive ose sahabijateve që transmetohet pe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Se është diçka që është praktike. Mbajeni mend edhe këtë, është shumë e rëndësishme në mezhebin tonë. Diçka që transmetohet në mënyrë praktike, për asaj që transmetohet në mënyrë gojore, në mënyrë teorike. Teoria kene është pëlqishme, dashur, e afrume, e pranume, mirë po kur vin kundërshtim me praktikën ne japim përparësi praktikës. Pra, që po e sjell edhe një herë kujtesën tuaj. Nëse u kujtohet hadithin që e kemi diskutuar këtu bashk, hadithin e Abu Hurajras radiallahu ta'ala anhu sa i përket larjes së enës në cilën ka lëpi qeni. Në hadithi e Abu Hurajras radiallahu ta'ala anhu, në atë enë që ka lëpi qeni, tha në bazë të hadithit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam duhet lahet 7 herë, njëra prej atyre të jetë me dheje. Mezhebi Hanefi thotë jo, mjafton 3 herë. Pse mjafton 3 herë? Tha se ne kemi pa Ebu Hurajran radiallahu ta'ala anhu, në praktikën e vete nuk e ka boni gjatë ti. Vërtet e ka transmetuar si fjalë, mirë po praktika e kanë kundërshtuar. Moment që praktika e kundërshton, edhe thuna ne, është e pëlqishme ta bëj 7 herë. Pra është mustahab, është gjë e mirë e dashur ta bëj 7 herë. Mirë po nuk është obligative. Këtu është dallimi. Se ato çdo hadith që ka ardhur formën urdhërore, e kuptoni formën urdhërore? Imperativi. Kur ka ardhur formën urdhërore, imperativ, bëne, mahdas, bëne këtë. Mendojnë që krejt këta format imperativi që kanë ardhur hadithet, bëhen vazhib ose fars. Ne kemi thënë jo. Ka shumë për haditheve që të pejgamberi alayhis salatu wassalam, që Resulullah sallallahu alaihi wasallam i ka thënë në formën urdhërore, imperativ ka thënë, mirë po e ka pas për qëllim sunetin, e ka pas për qëllim ato që është sot traditën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, pa mos u bë obligim, pra që e përmendëm çështjen e miswakit. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha sikur mos ju vështirësoja popullit tim, ummetit tim, do ta urdhëroja me miswak të bëjnë dhëmbët e tyre 5 herë brenda ditës. Pra që do me thonë kjo, a ka dhënë urdhën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, urdhën po, mirë po, jo në formën e prerë, që do të bëhet vajib edhe fars, po në formën e preferencës nga ana e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, për me të afru ti me të vendos me një vend, pak me një pozit pak ma tjetër ka aspekti i pastërtisë. A e kemi qartë këtë mesele? Mirë. Po e shkurtojmë këtë mesele, edhe po e dalim një mesele tjetër, që ndoshta e keni ndëgjuar pak biologjare. Thot istihbabul wudu'i min al-luhumil ibili. Hoxha këtu kur ka bë 9 titull, veç për 9 titullit njeriu e mëson. Pra që ja mëson pak metodologjinë e hoxhës. Hoxha ka thënë pëlqimi e abdesit për ata që ka hangër mishin e derës. Transmetohet an Jabirin ibn Samra radiallahu anhu anna rajulan sa'ala Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam. Nga Jabir ibn Sumra,
sahabi i nderuar, transmetohet se një njeri e pyeti pejgamber alayhis salatu wassalam. I tha: "Atawadda'u min luhumil ghanami ya Rasulullah?" Tha: "O pejgamberi i Allahut, atë marr abdes kur haun e mishin e deleve?" Qala in shi'ta fatawadda wa in shi'ta fala tatawadda. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Nëse don, merr abdes. Nëse s'don, pra marr abdes të rrijë fjala. Ka pas abdes, a ul ka hangër mish delje." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë: "Nëse don, merr abdes. Nëse nuk don, mos merr abdes." Qala atawadda min luhumil ibil. I tha: "O pejgamberi i Allahut, po atë marr abdes masi që kam hangër une mish devje?" Qala na'am. Fatawadda min luhumil ibil. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Po, merr abdes kur të hash mishin e devës." Akhrajahu Muslim, ki transmetim ose ki hadithi pejgamberi alayhis salatu wassalam është i transmetuar te Imam Muslimi radhiyallahu ta'ala anhu në sahihin e vet ose në librin e vet që folën për hadithet Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Pra, çfarë kemi ke hadithi? Nëse duna ta shkurtojmë këtë që e ka thënë hoxha. Hadithi folën nëse ham mish delje, duhet marrim abdes. Mirë, po nëse ham mish devje, duhet marrim abdes. Mirë. Si të veproje që tash njeri? Ne shkojmë ka Arabia që ham misha deves, deles, edhe ka herë thonë jeto xhamati që i kanë dëgju këto mesele. Hoxha shtasha duhet marrim abdes. Dëgjoje. Për çka unë tham neve pse na duhet jurisprudenca, pse na duhet fiku. Këto ta e shkurtoj rrugën. Hadithu Jabiri ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Hadithin e Jabirit ka një transmetim tjetër që ka thënë, pra për ato do t'i dish këtë transmetimet për një mesele. Kana akhirul amrayni min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu'i mimma ghayyarat an-nar. Tha ajo që pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka bëu në fund më. Çështjen e fundit, prej di meseleve ose prej këtyre punëve, kur ka hangër mish pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për asaj që e ka prekur zjarri, Resulullah sallallahu alaihi wasallam nuk ka marrë abdes. Aha. Pra kemi një hadith tjetër që ka ardhur pak më vonë. Çfarë i bën ki hadithi, ati hadithi që e lexon pak më herët, e derogon. Derogimi quhet në Islam ka pas një rregull, ka ardhur një rregull tjetër e ka rrezu këtë rregull. E kupton? Ka ardhur një ligj i ri. A jam i qartë kjo mesele. Pa ka pas një ligj. Ka ardhur ligj i ri, mo ki ligj i vjetër nuk vlen. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ligjin e vjetër që e kishte, Resulullah sallallahu alaihi wasallam kërkonte për neve që të marrim abdes nëse ham mishin e devës. Mirë po, çështja e fundit për Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam është që Resulullah sallallahu alaihi wasallam nuk merrte abdes, pra nuk preferonte të merret abdes nëse vetëm njeriu ka hangër mish devje për atë arsye. E tash me sebi jon Hanefi ka thënë kështu. Shifesa, se neve na akuzojnë për atë ne e kemi bë këtë tema, edhe e kemi. Thonë mezhebi Hanefi nuk punon me hadith. Edhe pse e kemi këtë hadithin e ditë. E di çfarë thotë mezhebi Hanefi? Mezhebi Hanefi thotë ani pse është hadithi i ditë. Preferohet marrish abdes, nuk i ke obligim. Me atë preferencën që e ke pas për herë, shembull ti çtash e falëm akshamin ne, kemi abdes apo. Edhe shash me këtë abdesin mund të rrim deri në yatsi. Edhe ta falish yatsin, ke drejt falish me këtë abdes deri në yatsi. Po nëse e marrësh një abdes tjetër mbi këtë abdesin që e ke, ne çfarë tham? E përmendëm këtu. Nurun ala nur, dritë për mbi dritë, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra me këtë preferencë preferon me dhebi jona në vi, po preferohet sikur çdo namaz tjetër që preferohet marrish ti abdes, preferohet kur e han ti mishin e devës, ama obligim ata bën, jo as ta bën obligim. Pra ky është dallimi asaj që njerëzit në kalumen, mezhebet ose flasën për njerëzit e ditur, juristët e fesë Allahu dhul xhelal e kanë kuptuar dhe kanë zbërthi fjalën e Zotit xheleshanu, edhe fjalën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam në këtë formë për me pas ne në këtë shekull shumë më të lehtë këta qendrime që kanë qenë dikur më herët. Istihbab al-wudu' bi haml al-mayyit. Edhe një mesele tjetër që rrallë përmendet kjo, urrit kem ko ala. Preferenca e abdesit ose të preferuarit të abdesit për ato që e kanë bajt një gjenaze. E di një gjenaze, për ne falim gjenazën edhe masa ndeh thonë ata me një gjenazën se ta qim të varet. Ka një hadith pejgamberi alayhis salatu wassalam.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. Ka pejgamberi alayhis salatu wassalam për asaj që transmetohet për Abu Hurajras radhiyallahu ta'ala anhu, ka thënë ai që e ka lajt një të vdekët, le të lahet vet, pra le të marrë gusull. Ai që i ka dhënë gusull të vdekurit, le të marrë gusull për vete. E ai që e ka mbartë një xhenaze, le të marrë abdes. Hadithin e kanë nxjerrë Imam Ahmedi radhiyallahu ta'ala anhu, edhe Nisaiu, edhe Tirmidhiu, edhe Imam Tirmidhiu ka thënë është hadith hasan, pra hadith i mirë, transmetimin, zinxhirin e ka të mirë. Ç'tash neve, çfarë duhet të bëjmë xho? Kur të shkojmë xhenazë tash, ne kemi shkuar në xhenazë, falim xhenazën. Tamam me falim xhenazën, do ta bëjmë xhenazën. Pejt falme xhenazës, te bëj një xhenazë, te varos një xhenazë, më një herë vjen koha namazit tjetër. A është këtu? Jo, pra po që preferohet abdesi, nuk obligohet. Po ai që e lan xhenazën, a duhet edhe ai, çfarë duhet bëj? Ai do të marrë gusull se i ka dhënë xhenazës gusull. Edhe ajo preferohet. Mirë po, nëse s'keni marrë pjesë në herë në xhenazë, unë u kisha preferuar shumë këtë. Guslin mbas që i ke dhënë gusull. Për arsye se larja e xhenazës është një përjetim i rëndë për njeriu. Emocionalisht është rëndë shumë. Për atë arsye guslin, jo rastisht Resulullah e ka preferuar guslin, se njeriu sikur freskohet kur merr gusull vet. Edhe pak e harron pak atë ngarkesën psikologjike që e ka marrë mbas që e ka lajt një xhenazë. Përse ka një ngarkesë patjetër. Qala Imam Ahmad ibn Salman al-Khatibi, la a'lamu ahadan min al-fuqaha'i yujibu al-ghusla min ghasala al-mayyit wala al-wudu'a min hamala. Thot njëri prej ulemave me emrin Imam Hamad ibn Salman al-Khatabiu, thot nuk kam parë, nuk kam zatek, nuk kam lexuar në kund me një libër që dikush prej ulemave, prej hoxhallarëve e ka bë guslin vajib për atë që ka laj, e as abdesin vajib për atë që e ka bardh. Pra çfarë ngelin këto? Këtë ngelin mustahab, të pëlqishme. Nëse e bën, pëlqehet, vlerësohesh, shpërblehesh, gradohesh. Nëse nuk e bën, nuk ke gjuna. Pra të marrë vetëm hadithin, çka hadithin e parë, për shembull, kur ta lexoj dikush me të para, thotë, pas ka për obligim. Po ta shohë hoxhën, ti e lajtë xhenazën, ai e lajti vet, se ke praktikuar sunetin e Resulullahit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thënë këta, po prit se s'kuptohet, asnjëri prej ulemave se ka kuptuar këtë formë. Edhe ata kanë qenë ata që kanë lajtë xhenazën dhe kanë mësuar njerëzit për me lajtë. Pra kjo është merret në atë drejtim, në atë formë që Resulullahi e ka preferuar në gjatëtim, nuk e ka obliguar. A nëse lexon vetëm hadithin dhe e marrësh kallop ato, ngelish pa më e fal xhenazën, se ti edhe pa më e varros xhenazën, se ti mbas që e ke lajë xhenazën, duhet të shkosh të varrosish ato. Ama sipas hadithit duhet të shkosh të lahesh një herë. E ti mbete rrudhnave, ku hoxha tu laja. E kështu me radhë. Prandaj janë do mesele që duhet paraprakisht ti dim. Pra është gjithçka e pëlqishme për asaj që pejgamberi alayhis salatu wassalami e ka përmend hadithet e vet. Eshku fil hadathi. Tash një mesele, urojt kemi kohë. Është mesele shumë e rëndësishme për ne. Dishimi se ai i pastër apo i papastër. A e ke abdesin as e ke abdesin. Dishime që zakonisht të njerëzit paraqiten. Ne njerëz gjallë jemi. Se veçëm i vdekti nuk koll, nuk i rreth diçka, nuk ai vdekt është. Ai gjallit mund t'i ndodh. An Abi Hurajra radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha wajada ahadukum fi batnihi shay'an فأشكل عليه أخرج منه شيئا لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra hadithin e ka nxjerrë Imam Muslimi radhiyallahu anhu. Nga Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu ka thënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, nëse dikush prej juve wajada ahadukum fi batnihi shay'a, në barkun e vet ndjen diçka, në herë barkun se ke tamam, një zora. Sigur zorat janë shumë protesta, bom.
Edhe njeriu që ashtu fal namaz, thotë, kam abdes, as kam abdes. Ç'a të thon këto se ne edhe kjo na mitën. Ç'a të thon këto kolla, ç'bën ki barki këtij. Ato zorat janë, e kanë procesin e vet, ose procesin e zbrazjes, ose procesin e mbushjes, ose proces tjetër, cilët proceseve që Zoti Xhaleshano i ka bërë të natyrshme për ata. Shife çfarë thot pejgamberi alayhis salam. Edhe thot ndëgjon diçka ke barkun e atij se ka bash preko. Fa ashkala alayhi kharaja minhu shay'un am la. Edhe ai fillon të dishoja ka dalë në send ajo pe barkut tim. Në gazën në send. Fala yakhrujanna min al-masjid. Mos dale pe xhamis hatta yasma' sauta. Derisa nuk ndëgjon nizam, jo nizanin e barkut, zanin që del pe gazrave tek dalja e njeriu nga del nevoja e madhe zakonisht. Ose të ndëgjoje erën. Po mirë po hoxho, çfarë mund të jesë kjo atëherë nëse kështu është? Çfarë mund të jesë? Kjo mund të jetë për shejtanin, po mirë shejtani në xhamia, po more. Po hinëm në xhami, pa bismillah vin me ne. Edhe safat na i dan, na i mban pak më lart, na futon fitne, na bën çe kështu, lën ke veshja ti, thotë ti tu prish abdesi ti, trodh diçka, bani kështu, bani ashtu. Baba njeriu do të jetë vet i vigjilent, i vetëdijshëm, ta pkesën kontroll veten e vete. Namazi është për ato njerëz që janë tamam. Pa jo që ato që s'e mbajnë as nevojën e madhe, as nevojën e vogël. Ato do të rrinë te shtëpia ose të vendohet në qese dhe ata janë ashabul udhur që e përmendëm javën që shkoi, pra njerëzit me arsye. Domethënë ka një fash te dora, e ka një operacion e ka bë, ka vendu një far gipsi sipër, ka vendu një far fashe sipër. Ai njeri quhet ashabul udhur ose ka për arsye shëndetësore ka vendu qesën nga e cila der urina ose nevoja e madhe, ai ka gjithmonë ata me vete. I lejohet atje në xhami të vijë, mos e keq kuptojmë thotë dikush që ai do të rresh pikë. Jo i lejohet vjen në xhami, por pastërtin duhet ta ruajë. Që mos e përlihet xhamin, mos e ndote vendin ku falen besimtarët. Pra, çfarë na mësoi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam? Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam na mësoi kur kemi ne probleme të tilla, mos mendojmë më një herë që neve na është prish abdesi. Kemi një hadith Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala, yati ahadukum ash-shaytanu fi salatihi. Pra këtë që e fillova unë, pra dikujt i vin tot shejtani në namazin e vet. Thot Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Abbas që transmeton. Hatta yanfukhu fi maq'adatihi wa yukhayyal ilayhi annahu man ahdatha wa lam yuhdith. Derisa ai Allahu nderoj, derisa ti frinjet e prapanica atij, që ai të mendoje se e prish abdesin tash. Pra shejtani e bën këtë punë. Edhe çfarë ti bëj ta largoje mendjen atij nga koncentrimi në namaz, që largoje mendjen atij nga namazi derisa ta nxjerrë. Derisa ta nxjerrë pe namazit, derisa thotë s'm falem tash dhe shkoj të marr abdes. E keni pasur njerëz me vezvese që janë thotë unë mita të marr abdes. E këto e kanë për shejtanin. Për atë arsye si luftohet kjo vezvese e shejtanit, duke ndjek traditën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pra ai ka thënë 3 herë të lahet dora, ti mos e laj më shumë se 3 herë. Jo, unë 5 herë po e laj. Po pejgamberi Allahit ka thënë vetëm 3 herë. Moment që ti ja qel derën shejtanit edhe fiton lan 3, 4 herë, 5 herë, 6 herë, ti ja ke qel derën atij të bëj vezvese, të mbajë vesh në WC. Unë kam takuar një qalë 3 unë ai, shumë me vezvese. E kishte nxirr likurën e dorëve këtu sipër. Tu i laj dorën tu mendoj që më mirë po e bën ai namaz, abdesin ta kese më plot. Jo i dashur. Zoti Xhaleshanu nëpërmjet Muhammed Mustafas na mësoi neve se si merret abdesi pa mos shtun të diçka. Po edhe ke këto vezvese duhet që rahas kam dëgju, nuk kam dëgju za, atëherë vazhdoj namazin tim derisa e plotsoj. Vërtetohesh normal herën tjetër, edhe kujdesesh pak për namazin, për abdesin tënd paraprakisht. Tamam, Allahu xhelal na mundsof vazhdojnë mësimet tona, ne. Ne kështu do ta bëjmë. Tash në kohën verore do të jemi më një herë pas namazit të akşamit këtu. Jo ora 7, po namaz të akşamit inshallah taala. Edhe do të vazhdojmë me lejet Zotit Xhaleshanu deri pak para se me shku në haç kur do të vijë koha e haxhit inshallah taala. Zoti ju ruaj, ju begatof, ju dash mirësi e begati, alhamdulillahi rabbil alamin. Fatiha.